Kjo është tabela e cila tregon që të mos hudhen mbeturinat, ndërsa poshtë tabelës është e kundërta. I gjason vendit që bëhet thirrje për hudhjen e mbeturinave. Këso tabela pothuaj janë të vendosura në shumë vende, por gjendja është e njëjtë. Në kompaninë regjionale Qabrati thanë se pastrimi bëhet, por qytetarët nuk paguajnë për mbeturina dhe hudhin mbeturinat jashtë shtëpive të tyre. E vërtetë është se nështë në qytet mund të ketë mbeturina, po ato mbeturina jenë të hudhme në vend pa vend, nuk jenë të hudhme në për kontener, ose në për kontener, banetave kolektive, ose vendeve publike, se në për disa shkolla, në për disa ente, që ato jenë, nuk duhen me qenë aty hiq, se nuk jenë përcaktuar në për atë vend, për konsumatorët aty, për shkak se aty frekuentojnë njerëz që nuk jenë se lagje e hudhin mbeturina vend pa vend edhe mbushin në mënyrë pa kontrolluar. Ndërsa edhe qytetarët ankohen për njerëz që sipas tyre nuk mbajnë pastër qytetin. Ka mbeturina mjaft, po ka edhe pastërti. Duhet mu angazhu pak edhe popullata duhet të punë të vetëdijshëm. Mos më gjujë gjithmonë mbeturina se për shembull të këtu në park. Po ka pa pastërti. Andaj duhet pas kujdes, me dhënën që i pasurinjës, se pastërtia është shëndeti i njerëzit. Lirije Hasani është qytetare e Gjakovës, e cila banon në Gjermani dhe sa herë vjen në shtëpinë e saj rreth oborrit gjen plot mbeturina. Sa herë vi në vend lindje, kam të shirë të sjell fëmijë nipat, mesat, mirë po në këtë gjendje të merueshme, sa herë vi, mas pari më duhet krejt mbeturinat këtu mi hekë. Në kuvendin e komunës së Gjakovës është formuar task forca e cila ndodhet çdo ditë në terren dhe evidentojnë rastet që shkelin ligjin duke hedhur mbeturina në ambient të ndaluar. Rastin konkret kemi pas javën e kaluar me një qytetar që ka bërë këtë vepër, ku i është shqiptu dënimi në vlerë prej 30 euro. Në këtë rast kur kontinjerat janë zbrast dhe domethënë qytetari i hudh jashtë kontinjerit, atëherë më njëherë shqiptohet dënimi atë për atë me gjoba mandator në bazë rregullore që ka fuqizuar komuna. Ndërkaq në drejtorinë e inspektimit thonë se formimi i task forcës ka filluar të ketë sukses. Njëkohësisht kemi shkuar me vetëdijsim, sensibilizim të qytetarëve për mos hudhjen në vendet ndaluara të mbeturinave, po kemi eliminuar disa pika të zeza ashtu siç quajmë na të mbeturinave, grumbullimin e mbeturinave. Kështu që përshien shenjat e para të suksesit. Edhe pse janë formuar task forca për të mbrojtur ambientin në komunën e Gjakovës, gjendja vazhdon të jetë e keqe sa i përket ambientit ku në qytet qytetarët hudhin mbeturina në parqe dhe rrugë.